Heqja e të drejtës shtesave për disa kategori, përfitimet e grave nga një moshë e caktuar, reforma në shëndetësi, ndryshimet e testeve për patentat e shoferëve, vendime të rëndësishme politike në Kosovë, në Shqipëri e Gjermani. Këto janë, me të dashur, vetëm disa nga ndryshimet më të rëndësishme që sjell muaji prill 2025. Por të fillojmë nga Kosova e Shqipëria. Në Kosovë me 15 prill mbahet seanca e kuvendit të ri, ku duhet të bëhet betimi i deputetëve të ri. Do të duhet të zgjidhen edhe kryetari dhe 5 nënkryetarët, e në prill priten edhe negociatat më të rëndësishme për qeverinë e re në Kosovë. Fushata zgjedhore në Shqipëri do të futet në fazën më të nxehtë gjatë muajit prill, pasi atje zgjedhjet mbahen me 11 maj. Ndërsa në Gjermani pritet po ashtu përfundimi i negociatave për koalicionin e ri qeverisës mes partive CDU-CSU, pra partive të Unionit, dhe Socialdemokratëve. Shikuar nga debatet e deritanishme, mund të ketë edhe ndryshime shumë serioze në disa fusha, si emigracioni për shembull, pastaj tatimet, ndihma sociale, financimi i projekteve ekonomike, zhvillimi ekonomik i vendit e tjerë e tjerë. Në prill, edhe në Gjermani pritet krijimi i qeverisë re. Por të shohim pak se cilat ndryshime tani më kanë ndodhur në Gjermani në fillim të prillit. Me 1 prill është futur në fuqi reforma në shëndetësi, sipas së cilës spitalet do të specializohen për shërbime të caktuara. Këtë reformë do ta shpjegoj në një video tjetër, miq të dashur, sepse shëndetësia na intereson natyrisht të gjithë neve që jetojmë në Gjermani dhe atë detajisht ndaj kërkon edhe shpjegime shtesë. Nga 1 prilli në Gjermani ka filluar edhe një fazë e re e digitalizimit dhe atë në shumë çështje, si për shembull në digitalizimin e patentave të shoferëve, që prap na prek të gjithë neve, dhe kartën elektronike për të dhënat e pacientëve, ashtu quajtura EPA. Në prill ka filluar një projekt pilot për patentat e shoferëve. Pra, deri tani ka qenë e obliguar që gjithmonë të tregohet patenti i shoferit fizik nëse të ndalë policia, për shembull. Kopja nuk është lejuar, ndërsa tani do të lejohet edhe një patent digital në telefonin celular. Pra, Zyra Federale për Komunikacion dhe Bundesdruckerei kanë hartuar edhe një app që mund ta shkarkoni pra nga celulari juaj dhe mund të ruhet pra patenti në formën digjitale. Por tani për tani kjo nuk është e obligueshme, sepse është një fazë testuese, pra është fazë pilot, siç quhen. Ndërsa kur jemi tek patentët, të them se nga prilli kanë ndryshuar edhe pyetjet në testet teorike për patentën e shoferëve. Ndaj, mos harroni të pyetni autoshkollën tuaj se çfarë ka ndryshuar, çka është futur e re dhe çka është hequr. Nga 1 prilli ka edhe një ndryshim jo të mirë për të pasurit që marrin edhe Elterngeld. Kufiri i personave që marrin Elterngeld është ulur në 175.000 euro në vit, që do të thotë se personat apo çiftet që fitojnë më shumë se 175.000 euro bruto në vit nuk do të mund të marrin edhe Elterngeld. Një ndryshim interesant vjen edhe për të gjithë ata që duan të udhtojnë në Britani të Madhe. Nga 2 prilli, për udhtim nga Gjermania në Britani të Madhe, duhet të merret paraprakisht edhe një lloj leje hyrëse. Kjo leje kërkohet në formë digjitale, pra duhet të ketë një leje digjitale natyrisht përmes internetit, që do të thotë se duhet të plotësoni pra një formular me emrin ETA, që do të thotë Electronic Travel Authorization, e ky formular kushton 10 fund, që i bie diku rreth 12 euro dhe zgjat deri në 2 vjet. Formularet ETA duhet të plotësohen pra banorët e të gjitha vendeve ku nuk kërkohet viza normale, që do të thotë edhe shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Zvicrës. Këtë formular duhet ta kërkoni në një app në faqen e Ministrisë së Brendshme të Britanisë së Madhe. Nga 1 prilli, gratë në Gjermani do të kenë të drejtë të shkojnë në teste pa pagesë për zbulimin e kancerit më herët se deri tani. Gratë tani mund të shkojnë dhe të bëjnë teste preventive, është fjala, të zorës së trashë nga mosha 50 vjeç.
Tek burrat kufiri i moshës për kontrole të tilla është ulur më herët, sepse burrat janë më të rrezikuar nga kanceri i zorrës së trashë. E në prill do të ketë edhe festa të rëndësishme për besimtarët. Tani më sa kemi kaluar Fitr Bajramin pas muajit të shenjtë të Ramazanit, ndërsa nga mesi i prillit, diku nga data 18, 19, 20 prill, të krishterët festojnë festin e tyre të madhe të Pashkëve. Ndërsa unë ju uroj të keni ditë feste gjithmonë në jetën tuaj dhe mos harroni miq të dashur të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani këtë video sepse gjatë prillit vërtet do të trajtojmë më detajisht natyrisht shumë çështje dhe tema të rëndësishme, disa prej tyre i përmenda. Ndaj mos harroni pra që të abonoheni në kanalet e mia sepse pritet krijimi i qeverive në Kosovë në Gjermani, do të ketë fushat zgjedhore në Shqipëri, do të bëhen ndryshimet e shumë ligjeve të Gjermanisë pas krijimit të qeverisë dhe Bundestagu tani më është krijuar e tjerë. Ndërsa unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju uroj ditë të mbar kudo që jeni. Mirupafshim.